Çfarë sikur sunduesit e vërtet të botës nuk ishin kurrë mbretër ose president, por grupe sekrete që veprojnë nga hijet. Për shekuj me radhë, për shpëritje të vllazërive të fshehura, ritualeve të ndaluara dhe aleancave të fuqishme, kanë formsuar luftra, kanë rrëzuar perandori dhe kanë rishkruar vetë historinë. Këto janë shoqëritë sekrete për të cilat ata nuk dëshironin kurrë që ju të dinit, dhe pasi të dëgjoni historitë e tyre, nuk do ta shikoni kurrë historinë në të njëjtën mënyrë përsëri. Përgjatë historisë, shoqëritë sekrete kanë magjepsur imagjinatën e njerëzve në të gjithë botën. Ato shpesh shihen si organizata misterioze që veprojnë në hije, duke tërhequr fijet e kombeve të fuqishme, duke ndikuar në ngjarje të mëdha dhe duke formsuar rrjedhën e historisë, pa u shfaqur kurrë në publik. Por çfarë janë saktësisht shoqëritë sekrete? Në terma të thjeshtë, një shoqëri sekrete është një organizat që kryen çështjet e saj të brendshme në fshehtësi. Këto grupe shpesh kanë rituale të fshehura, simbole unike, takime sekrete, procese të rrekta fillimi dhe një kod të fortë heshtjeje midis anëtarëve. Ndërsa shumë janë ndërtuar rreth besimeve filozofike, fetare ose politike, të tjerët ekzistojnë thjesht për networking elitar ose mbrojtje ndërsjell. Magjepsja me shoqëritë sekrete qëndron në fshehtësinë e tyre. Njerëzit në mënyrë natyrale friksohen dhe janë kurioz për atë që nuk e kuptojnë. Kur figura me ndikim nga politika, feja ose shkenca zbulohen se janë pjesë e grupeve të fshehura, kjo alimenton spekulimin dhe teoritë e konspiracionit. Njerëzit fillojnë të pyesin se kush e kontrollon vërtet botën. A ka një dorë të fshehur pas revolucioneve, vrasjeve, luftrave dhe krizave financiare? Shoqëritë sekrete sigurojnë lëndën e përsosur për këtë pyetje. Historikisht, shoqëritë sekrete kanë shfaqur në të gjitha qytetërimet, nga kultet misterioze të Egjiptit të lashtë deri te grupet moderne elite, si takimi i Bilderbergut. Këto organizata kanë mbetur një forcë e vazhdueshme. Disa u formuan për kauzë fisnike, duke luftuar shtypjen, duke mbrojtur njohuritë ose duke promovuar barazinë, ndërsa të tjerët synuan për dominim, manipulim ose madje shkatrim. Pavarësisht nëse ata po ndihmonin për të përfunduar monarkitë ose po ndikojnë fshehtazi zgjedhjet, fuqia e tyre ishte rrallë e dukshme, por shpesh efektive. Një karakteristikë përcaktuese e shoqërive sekrete është përdorimi i simbolizmit. Këto simbole, shpesh të shikuara në arkitekturë, valutë ose letërsi, mbajnë kuptime të fshehura të kuptueshme vetëm nga anëtarët e iniciuar. Simbolet e zakonshme mbajnë syrin që sheh gjithçka, piramidat, pentagramet, çelësat dhe busullat. Këto element vizual të kombinuar me gjuhë të koduar dhe rituale u japin shoqërive sekrete një aurë mistike dhe frike. Një aspekt tjetër kryesor është inicimi. Të bëhesh antar zakonisht kërkon të kalosh një proces të komplekst dhe simbolik, i dizenjuar për të testuar lojalitetin, bindjen dhe fshehtësinë. Ky proces shpesh i lidh antarët psikologjikisht, duke krijuar një ndjenjë të thellë vllazërie ose lidhje shpirtërore. Pasi të jesh brenda, antarët pritet të mbështesin njëri tjetrin dhe të mbajnë heshtje absolute për funksionimin e brendshëm të grupit. Me kalimin e kohës, shoqëritë sekrete janë fajsuar për vepra si heroike ashtu e të tmerrshme. Disa janë kredituar me ndjezjen e revolucioneve, ruajtjen e urtësisë së lashtë ose përhapjen e ideve të ndriçimit. Të tjerët janë akuzuar për manipulimin e tregjeve të aksioneve, organizimin e operacioneve me flamur të rrem ose mbështetjen e regjimeve politike totalitare. Pavarësisht nëse këto akuza janë të vërteta apo thjesht spekulime, një gjë është e qartë. Shoqëritë sekrete kanë luajtur një rol në formsimin e botës në të cilën jetojmë. Në këtë seri, ne do të zbulojmë shoqëritë sekrete më të fuqishme dhe me ndikim në histori. Nga masonët e lirë të iluminatët, nga templarët të Skull and Bones, ne do të eksplorojmë origjinën, besimet, qëllimet e tyre dhe ndikimin e mundshëm në ngjarje historike. Përgatituni të hyni në një botë të fshehur ku simbolet kanë rëndësi, besnikëria është gjithçka dhe fuqia mbahet në hije.
Masonët e lirë. Masonët e lirë janë një nga shoqëritë sekrete më të njohura dhe më keq kuptuara në botë. Origjina e tyre mund të gjurmohet deri në mesjet, në mënyrë specifike në gildat e gurtharësve në Evropë. Këto gilda ishin përgjegjëse për ndërtimin e katedraleve, kallave dhe strukturave të tjera monumentale. Me kalimin e kohës, ndikimi i tyre u rrit, dhe deri në shekujt e 17 dhe 18, këto gilda filluan të pranonin antarë që nuk ishin gurtharës të vërtet, por ndanin një interes për filozofin, moralin dhe idetë e ndriçimit. Ky ndryshim i transformoi ato në atë që ne e njohim tani si masoneri spekuluese. Themelimi zyrtar i masonerisë moderne shpesh daton në 1717, kur u themelua lozha e madhe e parë në Londër, që atje ajo u zgjerua shpejt në të gjithë Evropën dhe në kolonitë amerikane. Masoneria e prezantoi veten si një vllazëri e përkushtuar ndaj përmirësimit moral, ndihmës së ndërsjellë dhe ndjekjes së njohurisë. Megjithatë, për shkak të fshehtësisë së saj dhe përfshirjes së shumë figurave elite, ajo shpejt u bë objekt dyshimi, veçanërisht nga autoritetet fetare dhe politike. Masoneria ka qenë gjithmonë e pasur në simbolizëm dhe ritual. Antarët përdorin mjetet të tregtisë së masonit si busulla katrori dhe niveli, si simbole të vlerave morale dhe shpirtërore. Syri i që sheh gjithçka, një simbol shpesh i lidhur me masonerin, përfaqëson mbikëqyrjen hynore ose ndriçimin. Inicimi në grup përfshin betimeve sekrete, vdekje dhe rilindje simbolike, dhe mësimin e mësimeve të fshehura. Këto rituale janë për të krijuar një lidhje midis antarëve dhe për të theksuar seriozitetin e vlerave të organizatës. Një nga aspektet më intriguese të masonëve të lirë është ndikimi i tyre në ngjarje të mëdha historike. Shumë nga themeluesit e Shteteve të Bashkuara, duke përfshirë George Washington dhe Benjamin Franklin, ishin mason të lirë. Idealet e tyre të lirisë, barazisë dhe vllazërisë u pasqyruan si në filozofinë masone, ashtu edhe në Revolucionin Amerikan. Disa studiues madje sugjerojnë që masoneria luajti një rol kyç në formësimin e Kushtetutës së SBA-s dhe dizenjimin e Washington DC-t, me përdorimin e saj të simboleve dhe arkitekturës masone dhe struktura. Masonët e lirë gjithashtu patën një ndikim gjatë Revolucionit Francez, pasi shumë revolucionar ishin antar të vllazërisë. Idetë e tyre të ndriçimit, antimonarkizmit dhe qeverisjes laike u përputhen me qëllimet revolucionare. Megjithatë, masoneria ka përballur reagim serioz përgjatë historisë. Kisha katolike, për shembull, e dënoi atë në mënyrë të përsëritur, pretenduar se promovonte herezinë dhe minonte autoritetin fetar. Regjime të ndryshme autoritare, duke përfshirë Gjermaninë naziste dhe Italinë fashiste, ndaluan plotësisht lozhat masone, duke friksuar ndikimin e tyre. Sot, masoneria ekziston në të gjithë botën me miliona antar. Ndërsa lozhat moderne nuk janë aq sekrete sa ishin dikur, shumë ende kryejnë rituale private dhe kërkojnë inicim antarësie. Disa e shohin masonët e lirë si një organizatë vllazërore të padëmshme të fokusuar në bamirësi dhe zhvillim personal. Të tjerët besojnë se ata vazhdojnë të tërheqin fijet pas ngjarjeve globale. Pavarësisht nëse shihen si një forcë për mirë apo një rrjet elitar manipulues, masonët e lirë padyshim kanë formsuar historinë. Idetë e tyre ndihmuan të ndërtohen kombe, të frymëzonin revolucione, të lidhnin individ të fuqishëm në mënyra që mbeten të fshehura nga pamja publike. Iluminatët janë ndoshta shoqëria sekrete më e famshme në botë. E përmendur në teori të panumërta konspirative, këngë, filma dhe diskutime politike, emri Iluminatët shkakton imazhe të një elite të fshehtë që kontrollon ngjarjet botërore. Por nga erdhi ky grup misterioz dhe si u bë një simbol kaq i fuqishëm në kulturën globale? Iluminatët e vërtet u themeluan më 1 maj 1776 në Ingolstadt, Bavaria, tani pjesë e Gjermanisë, nga një profesor me emër Adam Weishaupt. Në atë kohë, Evropa dominohej nga monarkitë dhe ndikohej shumë nga Kisha Katolike. Weishaupt besonte se bestytina, dogma fetare dhe abuzimet e pushtetit shtetëror po pengonin përparimin. Ai vizionoi një shoqëri individësh të ndriçuar që mund të përhapnin arsyen, sekularizimin dhe përmirësimin moral. Ky grup u quajtë Rendi i Iluminatëve, që do të thotë të ndriçuarit.
Shoqëria vepronte në fshehtësi të plot, duke përdorur gjuhë të koduar, pseudonime dhe struktura hierarkike të huazuara nga masoneria. Në fakt, shumë antar të hershëm të iluminatëve ishin gjithashtu mason të lirë. Grupi tërhiqte intelektual, shkrimtar, filozof, disa politikan që mbështesnin ide si demokracia, liria e fjalës dhe ndarjen e kishës nga shteti. Ata besonin në përdorimin e arsimit dhe ndikimit delikat për të promovuar ndryshimin social. Megjithatë, natyra e tyre sekrete i bëri një objektiv. Deri në fund të viteve 1780, qeveria bavareze e pa iluminatët si një kërcënim dhe ndaloi grupin. Shumë antar u arrestuan dhe rendi u shpërbër zyrtarisht. Por kjo ishte vetëm fillimi. Në dekadat që pasuan, shkrimtar dhe teoritik konspirativ filluan të pretendonin se iluminatët kishin mbijetuar dhe kishin shkuar nën tokë. Ata akuzuan grupin për orkestrimin e revolucioneve, manipulimin e bankave globale dhe infiltrimin e qeverive. Revolucioni francez në veçanti u fajsua nga ndikimi i iluminatëve nga disa mendimtar konservator. Me kalimin e kohës, legjenda u rrit dhe deri në shekullin e 20, iluminatët u bën shpjegimi kryesor për pothuajse çdo ngjarje madhe botërore. Sot, teoritë konspirative rreth iluminatëve janë kudo. Disa besojnë se ata janë pjesë e një komploti të rendit të ri botëror për të krijuar një qeveri botërore. Të tjerët thonë se ata kontrollojnë Hollywoodin, industrinë e muzikës dhe financat globale. Famozit që përdorin simbole piramidale, mbulojnë një sy apo referojnë dritën, shpesh akuzohen se janë antar. Nga Jay-Z dhe Beyoncé, te presidentët dhe miliarderët e teknologjisë, lista e pretenduar e antarësisë përfshin disa nga njerëzit më të fuqishëm në botë. Pavarësisht pretendimeve të qendrave, nuk ka prova të verifikuara se iluminatët origjinal ende ekzistojnë. Historianët bien dakord se grupi u shpërbër mbi 200 vjet më parë. Megjithatë, miti i tij vazhdon të lulëzojë, kryesisht sepse ai prek frikrat më të thella rreth kontrollit, fshehtësisë dhe përqendrimit të pushtetit. Iluminatët mund të kenë filluar si një klub filozofik për të përhapur arsyen, por miti i tyre ka një jetë të vetë. Imagjinata që ata mund të jenë pas shkencës, politikës dhe kulturës popullore është fuqishëm. Nëse besoni se iluminatët janë një psikoz bazuar, një frikë mesianike nga kontrolli i fshehtë, apo një komplot real për të mundur dynjan, nuk mund të mohoni se ky mit ka një ndikim të vazhdueshëm në botën tonë. Grupi i vogël intelektualësh që kërkojnë të vërtetën dhe arsyen, por që atëherë është bërë një simbol i pushtetit të fshehtë dhe manipulimit. Pavarësisht nëse ka pasur ndonjëherë vërtet ndikim global apo jo, trashëgimia e saj jeton si një nga shoqëritë sekrete më fascinuese dhe kontroverse të historisë. Kalorësit templar janë një nga shoqëritë sekrete më legjendare dhe misterioze në histori. Fillimisht u formuan si një rend ushtarak katolik në fillim të shekullit të 12. Templarët u ngritën në fuqi të madhe gjatë kryqëzatave dhe më pas pësuan një rënje dramatike që shkaktoi shekuj spekulimesh, mitesh dhe teorish konspirative. Historia e tyre ka frymëzuar libra, filma, teori të panumërta rreth thesarit të fshehtë, gralit të shenjtë dhe lidhjeve me grupe moderne sekrete si masonët e lirë. Rendi u themelua në 1119 nga një kalores francez me emër Hugues de Payens, së bashku me 8 kalorës të tjerë, për të mbrojtur pelegrinët e krishterë që udhëtonin drejt tokës së shenjtë pas kryqëzatës së parë. Ata morën betimeve të varfërisë, pastërtisë dhe bindjes dhe u bën të njohur si ushtarët e varfër shok të Krishtit dhe të tempullit të Solomonit, më vonë të shkurtuar në kalorësit templar. Ata kishin selin qendrore në malin e tempullit në Jeruzalem, që është nga vjen emri templar. Pavarësisht betimit të tyre të varfërisë, templarët u bën jashtëzakonisht të pasur dhe të fuqishëm gjatë 2 shekujve të ardhshëm. Ata u mbështetën nga kisha katolike dhe u dhanë privilegje të veçanta, si përjashtimi nga taksat dhe e drejta për të ndërtuar kishat e tyre. Ata gjithashtu krijuan një nga format më të hershme të bankingut ndërkombëtar, duke lejuar pelegrinët të depozitojnë para në një vend dhe të tërhiqen ato në një tjetër, gjë që e bëri udhëtimin në distanca të gjata më të sigurt. Me kalimin e kohës, templarët grumbulluan tokë, kështjella, ar dhe ndikim në të gjithë Europën dhe lindjen e mesme. Rënja e tyre filloi në fillim të shekullit të 14. Pasi toka e shenjtë u humb nga forcat muslimane, qëllimi ushtarak i templarëve u zvoglua
dhe pasuria e tyre i bëri një objektiv. Mbreti Filip IV i Francës, shumë në borxh me rendin, konspiroi për t'i rrëzuar ata. Të premten, më 13 tetor 1307, qindra templar në Francë u arrestuan, u torturuan dhe detyruan të rrëfeheshin për herezi, blasfemi dhe krime të tjera. Lideri i tyre, mjeshtri i madh Jacques de Molay, u dogj në Turr në 1314. Papa zyrtarisht shpërndau rendin, por shumë besojnë se disa templar arratisën dhe shkuan nën tokë. Misteri që rrethon rënien e tyre të papritur nxjelli legjenda se templarët fshehtën thesarin e tyre ose reliket e shenjta, si të lilla si Grali i Shenjtë ose Arka e Beslidhjes. Disa besojnë se templarët që mbjetuan ikën në Skoci ose Zvicër, ku ata vazhduan të ndikojnë historinë në fshehtësi. Të tjerët pretendojnë se ata përfundimisht u bën pjesë e masonerisë, veçanërisht pasi shumë rite masone referencojnë simbolet templare. Sot templarët jetojnë në kulturën popullore, lojra video, libra, si Kodi i Da Vinçit, dhe madje organizata moderne që pretendojnë preardhim nga rendi origjinal. Ndërsa shumë nga historia e tyre është dokumentuar, fshehtësia, tortura, rrëfimet dhe rekordet që mungojnë kanë lënë mjaft boshllëqe për të ushqyer spekulime për shekuj. Ngritja dhe rënja dramatike e templarëve tregojnë se si pushteti, parat dhe frika mund të transformojnë edhe rendin më devotshëm në një objektiv, dhe se si fshehtësia mund të kthejë historinë në legjendë. Rozikrucianët janë një nga shoqëritë sekrete më misterioze dhe ezoterike në historinë perëndimore. Si masonët e lirë ose templarët, rozikrucianët pretendojnë një lidhje më të thellë me të vërtetat e fshehura shpirtërore, urtësinë e lashtë dhe transformimin mistik. Emri i tyre, i rrjedhur nga Rosy Cross, kombinon trëndafilin, një simbol i fshehtësisë dhe hapjes shpirtërore, me kryqin që përfaqëson vuajtjen dhe shpëtimin. Kjo shoqëri është e zhytur në mister, me origjina që janë të vështira për të gjurmuar dhe mësime që përzihen shkencën, alkiminë, filozofinë dhe fenë. Rozikrucianët erdhën për herë të parë në vetdijen publike në fillim të shekullit të 17, përmes një serie manifestesh anonime të publikuara në Gjermani. Fama Fraternitatis, 1614, Confessio Fraternitatis, 1615, dhe Martesa Kimike e Christian Rosenkreutz, 1616. Këto tekste treguan historinë një vëllazërie sekrete të themeluar nga një figurë mitike me emër Christian Rosenkreutz, që udhëtoi në përlindjen e mesme dhe Azi duke mbledhur një huri të shenjta. Ai u kthye në Evropë dhe formoi një shoqëri sekrete për të promovuar ndriçimin shpirtëror dhe reformimin e sistemeve korruptuese të pushtetit. Këto manifeste thirrën për një reformë universale të njerëzimit, duke kombinuar vlerat e krishtera me filozofinë hermetike, transformimin alkimist dhe ndjekjen e së vërtetave të fshehura. Tekstet gjithashtu sugjeruan se rozikrucianët po shikojnë ngjarjet botërore nga hijet, duke zgjedhur antar me mençuri dhe drejtuar qetësisht fatin e njerëzimit. Çfarë bëri lëvizjen rozikruciane kaq të fuqishme, nuk ishte madhësia e saj. Nuk është e qartë nëse një organizat formale ekzistonte madje në atë kohë, por ndikimi i saj në mendimet e filozofëve, shkencëtarëve dhe mistikëve. Manifestet shkaktuan një furi rozikruciane. Në të gjithë Evropën, studiues, alkimist dhe mendimtar filluan të publikonin vepra duke pretenduar se ishin antar ose duke u lutur të bashkoheshin me vllazërinë misterioze. Përzierja e fshehtësisë, urtësisë dhe thellësisë shpirtërore i dha rozikrucianëve një status legjend. Përgjatë shekujve të 18 dhe 19, tradita rozikruciane ndikoi në shumë lëvizje okultiste dhe filozofike. Mësimet e tyre u përzien me ato të masonëve të lirë, rendit hermetik të agimit të artë dhe teozofisë. Disa besojnë se rozikrucianët mbanin çelësin për të kuptuar universin, përmes gjeometrisë së shenjtë, matematikës së fshehtë dhe evolucionin shpirtëror. Ata gjithashtu ishin thashetheme se zotëronin libra sekret, teknologji të avancuar dhe gurin e filozofit, substancën mitike që mund të jepte pavdekësi dhe të transformonte metalet bazë. Në epokën moderne, disa grupe pretendojnë se vazhdojnë trashëgiminë rozikruciane. Këto përfshin rendin e lashtë mistik Rosae Crucis, AMRC, dhe fellowshipin rozikrucian. Ndërsa mësimet e tyre ndryshojnë, shumica fokusojnë në zhvillimin shpirtëror, studimin e ligjeve mistike dhe besimin në një ordë të fshehtë që punon për të mirën e njerëzimit.
Pavarësisht nëse Rosicrucianët origjinal ekzistuan si një organizatë fizike, ndikimi i tyre në mendimin perëndimor është i mohueshëm. Ata përzihen misticizmin me arsyen, shkencën me shpirtërimin, fshehtësinë me shpresën. Historia e tyre mbetet një simbol i kërkimit përjetshëm për ndriçimin dhe fuqinë e njohurive të fshehura. Skull and Bones është një nga shoqëritë sekrete më ekskluzive dhe misterioze në Shtetet e Bashkuara. E themeluar në 1832 në Yale, kjo organizatë elitare për një kohë të gjatë është shoqëruar me figura të fuqishme në politik, financa dhe inteligjencë. Me ritualet e saj të errta, simbolet të frikshme dhe rrjetin e ngushtë të ish studentëve, Skull and Bones ka shkaktuar thashetheme të panumërta për ndikimin e saj mbi çështjet amerikane dhe globale. Ndërsa operon nga një ambient universitar, arritja e saj shkon shumë përtej kampusit. Shoqëria u themelua nga studentët e Yale, William Huntington Russell dhe Alphonso Taft, babai i presidentit e ardhshëm amerikan William Howard Taft. Ata u frymëzuan nga shoqëritë sekrete evropiane, veçanërisht organizatat gjermane studentore të fillimit të shekullit të 19. Skull and Bones shpejt u bë e njohur si më prestigjozja e shoqërive sekrete të Yale. Antarët zgjedhen gjithmonë. Çdo vit, vetëm 15 senjor zgjedhen për t'u bashkuar. Zgjedhur për udhëheqjen e tyre, inteligjencën dhe potencialin për ndikim, shoqëria takohen në një ndërtesë padritare të njohur si Varri. E vendosur në kampusin e Yale, kjo strukturë e mbuluar me fshehtësi dhe folklor thuhet se përmban artefakte, relikte dhe madje edhe eshtra njerëzish. Inicimi në Skull and Bones është i rrethuar nga thashetheme të ritualeve të çuditshme, duke përfshirë rrëfime, varreze fiktive dhe ceremoni të vdekjeje dhe rilindjeje simbolike. Antarët pritet të mbajnë fshehtësi totale për atë që ndodh brenda. Një nga aspektet më intriguese të Skull and Bones është fuqia e thjeshtë e antarëve të saj. Të njohur si Bonesmen, shumë kanë vazhduar të mbajnë disa nga zyrat më të larta në Shtetet e Bashkuara. Midis tyre janë 3 president amerikan: William Howard Taft, George H.W. Bush dhe George W. Bush. Të tjerët përfshin senator, gjyqtar të Gjykatës Supreme, magnat biznesi, drejtor të CIA-s dhe magnat mediash. Disa besojnë se shoqëria vepron si një terren stërvitjeje për elitën amerikane, duke përgatitur antarët për të marrë kontrollin e institucioneve kyçe. Shoqëria gjithashtu është lidhur me krijimin e agjencive të inteligjencës. Disa themelues të CIA-s dhe zyrtar të lartë ishin Bonesmen, duke quar në spekulime se Skull and Bones ka një dorë në formësimin e politikës së jashtme të SBA-s nga hijet. Teoretiksist konspirativ pretendojnë se grupi ndikon në zgjedhje, manipulon tregjet dhe luan një rol në ngjarjet globale përmes rrjetit të saj të gjerë të ish studentëve besnik. Kritikët argumentojnë se Skull and Bones përfaqëson aspektet më të këqija të elitizmit. Është një klub sekret ku fuqia përqendrohet midis disa individëve të privilegjuar. Ata tregojnë mungesën e dukshme të grupit të diversitetit në angazhimin e tij ndaj fshehtësisë, si provë që ai minon transparencën demokratike. Mbrojtësit, megjithatë, pretendojnë se është vetëm një klub studentor i padëmshëm, i fokusuar në traditë, zhvillim personal dhe lidhje të përjetshme. Pavarësisht fshehtësisë, publiku ka kapur vështrime në shoqëri gjatë viteve përmes gazetarisë hulumtuese, dokumenteve të rrjedhura dhe dëshmive të ish antarëve. Megjithatë, shumë rreth Skull and Bones mbetet e panjohur. Pavarësisht nëse është vërtet një gaverme e hije apo thjesht një rrjet i fuqishëm i djemve të vjetër, Skull and Bones padyshim ka ndikuar në rrjedhën e historisë amerikane. Ajo tregon se si, edhe në një demokraci moderne, shoqëritë e fshehura mund të formsojnë qetësisht fatin e kombeve. Rendi hermetik i agimit të ardh ishte një nga shoqëritë sekrete okultiste më të ndikueshme të fundit të shekullit të 19 dhe fillimit të shekullit 20. E themeluar në Londër në 1888, ajo mblodhi së bashku një përzierje unike të magjisë, misticizmit, filozofisë a lashtë dhe rituali.
Ndryshe nga shoqëritë sekrete rrënjosura në politik apo fe, agimi i ardh fokusohej në transformimin personal, ndriçimin shpirtëror dhe fuqitë e fshehura të universit. Ai tërhiqte artist, poet dhe intelektual, shumë prej të cilëve vazhduan të formsonin lëvizjet kulturore dhe mistike të botës moderne. Agimi i art u themelua nga 3 mason të lirë britanik, William Wynne Westcott, Samuel Liddell MacGregor Mathers dhe William Robert Woodman. Ata pretenduan se kishin marrë dokumente misterioze të quajtura dorëshkrimet e shifrave, të cilat përshkruanin një sistem kompleks ritualesh dhe mësimesh magjike. Këto dorëshkrime pretendohej se i quan në një adept gjerman me emër Anna Sprengel, e cila autorizoi krijimin e një rendi magjik në Angli. Ndërsa kjo histori debatohet, ajo shtoi në reputacionin mistik të shoqërisë. Sistemi i agimit të artë ishte shumë indikuar nga hermeticizmi, një filozofi shpirtërore e lashtë e bazuar në shkrimet e atribuara Hermes Trismegistus. Ai gjithashtu inkorporoi kabalën, astrologjinë, alkimin, tarotin, simbolizmin egjiptian dhe misticizmin e krishterë. Antarët e rendit përparonin nëpër një seri gradash, secili duke ofruar njohuri më të thella dhe praktika më të avancuara magjike. Këto përfshinin rituale për projekcion astral, komunikim me qenie shpirtërore dhe transformim të ndërgjegjes. Rendi vepronte në tempuj, me çdo tempull të drejtuar nga një grup antarësh më të lartë. Takimet ishin sekrete, plot me rituale të hollësishme, rob de chamlla dhe gjuhë të koduar. Iniciuesit betonin për fshehtësi dhe priteshin të përkushtoheshin ndaj zhvillimit shpirtëror. Ndryshe nga shumë shoqëri sekrete të dominuara nga meshkujt e kohës, agimi i artë pranoi si burr ashtu edhe gra në këmbë të barabartë, një qëndrim progresiv për epokën. Disa nga antarët më të famshëm të agimit të artë përfshin poetin W.B. Yeats, autorin Arthur Machen dhe okultistin e famshëm Aleister Crowley. Përfshirja e Crowleyt çoi në konflikte serioze të brendshme. Praktikat e tij kontroverse dhe ambicia për të marrë kontrollin e rendit shkaktoi një ndarje që çoi në rënien përfundimtare të agimit të artë origjinal deri në fillim të viteve 1900. Megjithatë, grupet që u ndan vazhduan traditat e tij dhe Crowley vazhdoi të zhvillonte sistemin e tij magjik të quajtur Thelema. Ndikimi i agimit të artë mund të shihet në format moderne të misticizmit perëndimor, Wicca, shpirtërorësisë e epokës së re dhe magjisë ceremoniale. Shumë nga mjetet dhe simbolet magjike që përdoren sot, si talirat pentagramet, ritualet elementare dhe meditimi i bazuar në tarot, u zhvilluan ose u rafinuan nga antarët e agimit të artë. Pavarësisht ekzistencës së saj relativisht të shkurtër, agimi i artë la një shenjë të qëndrueshme si në praktikë shpirtërore, ashtu edhe në kulturën popullore. Ai tregoi se shoqëritë sekrete nuk kanë nevojë të jenë politike ose ekonomike në natyrë. Ato gjithashtu mund të jenë gorta drejt transformimit të brendshëm dhe njohurive mistike. Deri më sot, agimi i artë mbetet një simbol i fuqishëm i traditës ezoterike, duke tërhequr kërkues të tërhequr nga ideja se universi mban forca të fshehura që mund të aksesohen përmes rituali, urtësie dhe vullneti. Dora e zezë. Dora e zezë ishte një shoqëri sekrete që luajti një rol vdekjeprurës në një nga eventet më të rëndësishme të shekullit 20, shpërthimin e luftës së parë botërore. E themeluar në fillimet të viteve 1900 në Serbi, Dora e zezë ishte një organizatë nacionaliste të përkushtuar ndaj idesë së bashkimit të gjithë popujve slav të jugut në një kombë të vetëm të pavarur, të lirë nga sundimi austro-hungarez. Ndërsa nuk ishte aq e lashtë ose mistike si shoqëritë të tjera sekrete, Dora e zezë ishte një nga më të rrezikshmet, duke përdorur vrasjen dhe terrorizmin si mjete për ndryshim politik. Emri i plot i grupit ishte Bashkim ose Vdekje, megjithse u bë popullsisht i njohur si Dora e zezë për shkak të emblemës që ata përdornin, një dorë e zezë duke mbajtur një kam. Shoqëria u formua në 1911 nga oficerë të ushtrisë serbe, duke përfshirë kolonelin Dragutin Dimitrijević, i njohur gjithashtu si Apis. Qëllimi i tyre kryesor ishte çlirimi i serbëve që jetonin nën kontrollin austro-hungarez, veçanërisht në Bosnjë dhe Hercegovinë. Grupi vepronte në fshehtësi totale, duke përdorur mesazhe të koduara, betimet e besnikërisë së rrept dhe një rrjet agjentësh në të gjithë Ballkanin.
Metodat e dorës së zezë ishin ekstreme. Ata besonin se dhuna politike, duke përfshirë vrasjen, ishte një mjet i justifikuar për arritjen e çlirimit kombëtar. Antarët rekrutoheshin me kujdes, shpesh nga ushtria, dhe duhej të betonin besnikëri absolute ndaj kauzës. Pasi të ishin brenda, antarët priteshin të bindeshin urdhrave pa pyetur, edhe nëse kjo do të thoshte vrasje ose vdekje për misionin. Organizata punonte prapa skenave, shpesh duke fshehur operacionet e saj përmes grupeve legjitme nacionaliste për të shmangur ekspozimin. Operacioni i tyre më i famshëm ndryshoi botën përgjithmonë. Më 28 qershor 1914, një serb i ri bosnjak 19 vjeçar, me emër Gavrilo Princip, që ishte trajnuar dhe pajisur nga antarë të dorës së zezë, vrau arkidukun Franz Ferdinand të Austrisë dhe gruan e tij në Sarajevo. Vrasja shokoi Europën dhe çoi në një reakcion zinxhir të aleancave politike dhe mobilizimeve ushtarake, që ndezën luftën e parë botërore. Brenda javësh, fuqitë kryesore të botës ishin në luftë. Lidhja midis Principit dhe dorës së zezë u bë e qartë gjatë hetimeve, çuar në një val arrestimesh. Kolonel Dimitrijević dhe disa të tjerë u gjykuan dhe u ekzekutuan në 1917. Megjithatë, deri atëherë, dëmi ishte bërë. Bota u zhyt në një luftë që do të zgjaste për vite, do të vriste miliona dhe do të riformonte politikën globale. Trashëgimia e dorës së zezë është kontroversive. Në Serbi, disa e shohin grupin si heronj që luftuan për lirinë kombëtare. Në pjesën tjetër të botës, ata shpesh shihen si ekstremist të rrezikshëm, që përdornin dhunë për të arritur qëllime politike. Ajo që nuk mund të mohohet është ndikimi i tyre. Ndryshe nga shumë shoqëri sekrete që punojnë prapa skenave, veprimet e dorës së zezë quan drejt për drejt në një ngjarje që ndryshoi botën përgjithmonë. Historia e dorës së zezë është një kujtesë se shoqëritë sekrete nuk janë gjithmonë të mbështjella në mit dhe magji. Ndonjëherë ato janë reale, vdekje pryerse dhe të afta për të rishkruar historinë me një plumb të vetëm. Ekzistenca e tyre tregon se sa të fuqishme dhe të rrezikshme mund të bëhen lëvizjet nëntoksore kur kombinohen me nacionalizëm, fshehtësinë dhe vullnetin për të vepruar. Shoqëria Thule. E themeluar në München pak pas luftës së parë botërore, shoqëria Thule nuk ishte vetëm një klub okultistësh eksentrikësh, ishte një terren riprodhimi për ideologjinë e djathtë ekstreme, urrejtjen racore dhe ekstremizmin politik. Ekstreme, urrejtjen racore dhe ekstremizmin politik. Ndikimi i saj ndihmoi të formsohej një nga regjimet më shkatërruese që bota ka parë ndonjëherë. Shoqëria u themelua zyrtarisht në 1918, por rrënjët e saj shkojnë më thellë. Ajo u rrit nga Germanen Orden Gjerman, një grup më i hershëm nacionalist i obsesionuar me misticizmin gjerman, teorinë racore ariane dhe antisemitizmin. Shoqëria Thule mori emrin e saj nga toka mitike e Thule, e besuar nga disa okultist të jetë atë dheu i humbur i racës ariane. Mundësisht e vendosur në veri të largët ose madje në Atlantis. Antarët besonin se populli gjerman ishte pasardhës i një race të lashtë superiore dhe se restaurimi i kësaj linje gjaku të pastër do ta kthente Gjermaninë në madhështi. Në sipërfaqe, shoqëria Thule mbajti leksione dhe studime mbi rrunat e lashta, legjendat nordike dhe traditat mistike. Por nëna të fasad dietare ishte një agjendë thellësisht politike dhe raciste. Shoqëria promovonte nacionalizmin radikal dhe pa çifutët, komunistët dhe të huajt si armiq të popullit gjerman. Ata përdorën simbole si zvastikën, që ata besonin se kishte rëndësi magjike shumë përpara se nazistët ta adoptojnë atë. Shoqëria Thule nuk ishte e madhe, por ishte e lidhur mirë. Antarët e saj përfshinin elita të pasura, oficerë ushtarak, gazetarë dhe zyrtarë të ardhshëm nazist. Shoqëria Thule dha themelin ideologjik që ushqeu vizionin e Hitlerit të pastërtisë racore, supremacisë ariane dhe urrejtjes antisemite. Kombinimi i tyre i besime dhe okultiste, historisë mitike dhe pseudoshkencës u bë pjesë e mitit nazist. Shoqëria Thule kishte kaluar ideologjinë e saj toksike, duke ndihmuar të krijojë një lëvizje që do ta zhyste botën në luftë dhe të kryente krime të tmerrshme kundër njerëzimit.
Sot, shoqëria thule shpesh citohet në diskutime rreth rrënjve okultiste të nazizmit dhe kryqëzimit të rrezikshëm të mitit, racizmit dhe agjendave sekrete. Ajo shërben si një shembull i ftohtë se si shoqëritë sekrete, kur drejtohen nga urrejtja dhe fuqizohen nga udhëheqës të etur për pushtet, mund të formsojnë historinë në mënyra të tmerrshme. Opus Dei është një nga organizatat më kontroverse dhe sekrete brenda kishës katolike romake, ndërsa nuk është teknikisht një shoqëri sekrete në kuptimin tradicional, punët e saj të brendshme, besnikëria ekstreme, ndikimi i dyshuar politik e kanë fituar një vend në shumë lista të grupeve të fuqishme të fshehura. E themeluar në 1928 nga prifti spanjoll José María Escrivá de Balaguer, Opus Dei, që do të thot vepra e Perëndis, promovon ideja se njerëzit e zakonshëm mund të arrijnë shenjtërinë përmes punës së tyre të përditshme. Megjithatë, kritikët argumentojnë se organizata vepron si një kult fetar, duke manipuluar ndjekësit dhe duke infiltruar qeveritë me një agjendë të fshehtë. Opus Dei u rrit në prominencë gjatë shekullit të 20, veçanërisht nën Papa John Paulin II, që mbështet të misionin e grupit dhe kanonizoi Escrivan. Grupi operon ligjërisht si një prelatur personale të kishës katolike romake, në themel një strukturë kishore me arritje globale dhe hierarkinë e saj të pavarur nga peshkopit lokal. Ky status i veçantë i jep Opus Dei autonomi dhe shkretësi të jashtëzakonshme, duke lejuar atë të menaxhojë antarët dhe financat e saj me pak mbikëqyrje të jashtme. Mesazhi themelor i Opus Dei është se devotshmëria shpirtërore nuk kufizohet tek priftrit apo munjët. Në vend kësaj, njerëzit e zakonshëm, njerëzit e biznesit, mësuesit, politikanët mund të shërbejnë Perëndis duke u përpjekur për personalitet në jetën e tyre profesionale dhe personale. Kjo ide është tërheqëse për shumë katolik të devotshëm që dëshirojnë të jetojnë moralisht, pa hyrë në urdhra fetare. Megjithatë, ky mesazh shoqërohet me rregulla të rrepta, rrëfim të rregullt, periudha të gjata heshtjeje dhe në disa raste, mortifikim fizik. Antarët mund të përdorin praktika si vetflagelim ose të veshin zinxhir me thep rreth kofshës si një formë pendimi. Antarët e Opus Dei ndahen në kategori të ndryshme. Numerarët jetojnë jetë celibate në qendrat e Opus Dei dhe shpesh mbajnë role drejtuese. Supernumerarët janë antarë të martuar që jetojnë në botën e gjerë, por mbeten të përfshirë thellë në organizat. Priftërinjtë e Opus Dei formojnë një klerikë të veçantë nën prelaturën. Antarët pritet të tregojnë besnikëri absolute dhe grupi inkurajon fshehtësinë rreth praktikave të tij të brendshme. Kontroverca e vërtet vjen nga përfshirja e pretenduar e Opus Dei në politikën dhe ekonominë globale. Grupi është akuzuar për përdorimin e rrjetit të tij për të ndikuar në ligje, zgjedhje dhe politika publike, veçanërisht në çështje konservatore, si aborti, martesa e të njëjtit seks dhe arsimi. Disa ish antar e kanë përshkruar grupin si manipulues, duke thënë se ushtron kontroll mbi vendimet personale, rrugët e karrierës dhe madje edhe jetën familjare. Opus Dei gjithashtu është lidhur me figura të fuqishme në biznes, media dhe agjencitë e inteligjencës. Kultura popullore ka amplifikuar misterin. Kodi i Da Vincit i Dan Brown portretizoi Opus Dei si një grup i dhunshëm hije që fsheh sekrete të errta brenda Vatikanit. Ndërsa kjo ishte fiksion, ajo pasqyroi kuriozitetin dhe frikën e përhapur rreth sa pushtet mban vërtet grupi. Mbrojtësit e Opus Dei thonë se organizata është thjesht një komunitet i devotshëm i keq kuptuar nga të huajt, por fshehtësia e saj, disiplina, lidhjet e thella me kishën dhe shtetin e bëjnë atë një nga forcat më intriguese dhe të debatuara brenda fesë moderne dhe gjeopolitikës. Klubi Bohemian ose Bohemian Grove. Klubi Bohemian është një nga klubet private më të ekskluzive dhe misterioze në Shtetet e Bashkuara, dhe tërheqja e tij vjetore në Bohemian Grove ka ushqyer dekada spekulimesh për atë që ndodh vërtet prapa portave të tij të mbrojtura. I themeluar në San Francisco në vitin 1872, klubi Bohemian filloi si një takim i artistëve, shkrimtarëve dhe muzikantëve. Me kalimin e kohës, megjithatë, u evolua në një rrjet të fuqishëm social, ku burrat më të pasur dhe më me ndikim të Amerikës, udhëheqës biznesi, politikan dhe madje president amerikan,
vinë së bashku për takime sekrete, shfaqje dhe rituale bizare thellë në pyjet e sekojave të Kalifornisë. Çdo korrik, antarët e klubit bohemian tërhiqen në një teren privat kampi prej 2700 hektarësh në Monte Rio, qarku i Sonomës, i njohur si Bohemian Grove. Ky ngjarje dyjavore është rreptësisht vetëm për meshkuj dhe jashtë kufive për të huajt, gazetarët dhe madje shumicën e punonjësve të klubit. Shpjegimi zyrtar është se është thjesht një vend për burra të relaksohen, të kënaqen me natyrën, të pinë dhe të kryejnë drama teatrale të njohura si shfaqjet e Grovit. Por me kalimin e kohës, prova kanë dalë që sugjerojnë se shumë më shumë se thjesht të kënduar dhe tregim historish ndodh atje. Një nga aspektet më kontroversiale të Bohemian Grove është ceremonia e kremimit të kujdesit. Ky ritual i çuditshëm, i mbajtur në fillim të çdo tërheqjeje, përfshin burra në rrobë dëshamblla, duke kryer një akt simbolik përpara një buke të gjigant të guri, i idholl 40 këmbësh, që përfaqëson urtësinë. Rituali është për t'i liruar pjesëmarrësit nga barra e kujdesit, domethënë stresi dhe përgjegjësia, duke u lejuar atyre të kënaqen plotësisht me kohën e tyre në Grove. Ndërsa antarët pretendojnë se është spektakël i padëmshëm, të huajt e shohin atë si sjellje kultike midis disa burrave më të fuqishëm të botës. Gjatë dekadave, pjesëmarrësit e Bohemian Grove kanë përfshirë president amerikan si Richard Nixon, Ronald Reagan dhe George H.W. Bush, si dhe figura me ndikim nga industritë bankare, ushtarake, teknologjike dhe mediale. Është raportuar se vendimet mëdha të tilla si planifikimi i projektit Manhattan u diskutuan për herë të parë në mënyrë jo formale në Grove. Kjo ka quar në shqetësim të përhapur se ngjarja është më shumë se një takim shoqëror. Është një forum për marrëveshje prapas skenave që ndikojnë mbar botën. Të fshehura nga kontrolli publik, teoretikët konspirativ për një kohë të gjatë kanë besuar se Bohemian Grove funksionon si një shoqëri sekrete e epokës moderne dhe një version amerikan i iluminatëve ose masonerisë, ku elita vendos agjendën globale, ndërsa publiku mbetet i pavetëdijshëm. Disa madje sugjerojnë se rituale satanike ose pagane ndodhin atje, megjithse këto pretendime janë kryesisht të pavërtetuara dhe të sensacionalizuara. Prapse prap, fshehtësia intensive e klubit, traditat e çuditshme dhe antarësia ekskluzive kanë shtuar vetëm lënd në këto besime. Mbrojtësit e klubit Bohemian thonë se është vetëm një hapësirë private ku burrat e fuqishëm mund të çlodhen dhe të ikin nga jeta e tyre publike. Por kritikët argumentojnë se çdo ambient ku miliarder dhe politikan mblidhen në fshehtësi meriton kontroll më të afërt, veçanërisht kur politika, luftra dhe ndryshime ekonomike mund të rezultojnë nga biseda jo formale të mbajtura nën sekojat. Bohemian Grove mbetet një simbol i fshehtësisë elite, privilegji, mundësia që fuqia e vërtet operon shumë jashtë syrit publik, vende që personi mesatar nuk do t'i shohë kurrë. Shoqëritë sekrete dhe revolucionet. Përgjatë historisë, revolucionet shpesh janë ndezur ose udhëhequr nga shoqëri sekrete që veprojnë në hije. Këto grupe nëntoksore u formuan në kohë shtypjeje dhe censure, ofruan një hapësirë të fshehtë për radikal, intelektual dhe luftëtar lirie, për të shkëmbyer ide, për të planifikuar rebelime dhe për të përhapur ideologji revolucionare. Nga Evropa në Amerikën Latine, shoqëritë sekrete kanë qenë instrumentale në rrëzimin e monarkive, çmontolimin e regjimeve koloniale dhe ndryshimin e peizazhit politik të kombeve të tëra. Një nga shembujt më të famshëm është Carbonari, një shoqëri sekrete që doli në fillim të shekullit të 19 në Itali. Të frymzuar nga idetë e ndriçimit dhe të zhgënjur nga sundimi i huaj, Carbonari synuan të bashkonten Italinë dhe të themelonin qeveri kushtetuese. Megjithse ata u shtypën përfundimisht, përpjekjet e tyre nëntoksore vend themelin ideologjik për lëvizjen e mëvonshme Risorgimento, e cila përfundimisht bashkoi Italinë. Emri i tyre, që do të thotë djegës qymyri, erdhi nga kamuflazhi i përdorur nga antarët, ndërsa dukej si tregtar të thjeshtë. Një grup tjetër i fuqishëm ishte Djemtë e Lirisë, të cilët luajtën një rol kritik në revolucionin amerikan. U formuan në vitet 1760 në përgjigje të politikave tatimore britanike. Grupi organizoi protesta, publikoi propagandë revolucionare dhe madje orkestroi veprime të drejtpërdrejta si festa e çajit të Bostonit. Megjithse nuk ishin sekret në kuptimin modern, ata vepronin fshehtazi her pas here për të shmangur represionet britanike. Simboli i tyre, një rreth shtylla lirisë ose një pemë me thjesht pinje, përfaqësonte sfidën e tyre kundër tiranisë. Në Francë, jakobinët,
ndërsa nuk ishin saktësisht një shoqëri sekrete, vepronin në një mënyrë të ngjashme nëntoksore përpara dhe gjatë revolucionit francez. Takimet dhe tubimet e tyre ideologjike ndihmuan të përshkallëzohej revolucioni, duke çuar në rënjen e monarkisë dhe ngritjen e republikës. Klube sekrete si klubi Jakobin ofruan platforma për mendimtar radikal si Robespierre për të promovuar ide që do të ndryshojnin rrjedhën e historisë franceze dhe evropiane. Amerika Latine pa ngritjen e grupeve sekrete si Loge Lautaro, e themeluar nga revolucionar si José de San Martín, e modeluar sipas strukturave masone evropiane. Lozha shërbeu si një vend takimi sekret për liderat e lëvizjeve të pavarësisë së Amerikës së Jugut. Këto lozha ofruan mbrojtje nga autoritetet koloniale, ndërsa ndihmuan të organizoheshin dhe koordinoheshin përpjekjet e çlirimit në disa kombe, duke përfshirë Venezuelën, Argjentinën dhe Kilin. Në historinë më të fundit, shoqëritë sekrete revolucionare kanë marrë forma të reja. Gjatë apartheidit në Afrikën e Jugut, qeliza klandestine anti-apartheid ndihmuan të organizoheshin lëvizjet e rezistencës, shpesh në bashkëpunim me Kongresin Kombëtar Afrikan, ANC. Në Gjermani naziste, rrjetet rezistence nëntoksore si Trëndafili i Bardhë dhe Orkestra e Kuqe rrezikuan jetën e tyre për të luftuar kundër totalitarizmit nga brenda. Ajo që bashkon të gjitha këto lëvizje është kuptimi se fshehtësia mund të jetë një mjet mbijetese kur përballen me regjime brutale ose autoritare. Këto shoqëri vepruan si motor të padukshëm të ndryshimit, duke përdorur mesazhe të koduara, simbole të fshehura dhe komunikim fshehtas për të avancuar kauzën e lirisë. Megjithse emrat dhe qëllimet e tyre ndryshuan, këto shoqëri sekrete revolucionare lanë një trashëgimi të qëndrueshme. Ato tregojnë se edhe në kohët më të errta, rezistenca mund të lulëzojë në hije, dhe ndonjëherë ndryshimi fillon në një takim sekret që askush nuk duhej të dëgjonte kurrë. Grupi Bilderberg, konspiratorët global të epokës moderne, ndryshe nga shumë shoqëri të tjera sekrete të mbështjella në mit shekullor, grupi Bilderberg është shumë real dhe shumë i fuqishëm. E themeluar në 1954, grupi Bilderberg u themelua si një takim vjetor i liderëve politik, elitave korporative, mendimtarëve akademik dhe indikuesve të medias nga Amerika e Veriut dhe Evropa. Qëllimi i tij të nxjisë bashkëpunim transatlantik në çështje të mëdha të politikës. Por ajo që e bën Bilderberg vërtet kontroverse nuk është ekzistenca e saj, është fshehtësia që e rrethon atë. Grupi u quajt sipas Hotel de Bilderberg në Holand, ku u mbajt takimi i parë. Ai u iniciua nga princ Bernard i Holandës, së bashku me politikan dhe lidera biznesi, të shqetësuar nga rritja e sentimentit anti-amerikan në Evropë dhe tensioneve të luftës së ftohtë. Që atëherë, Bilderberg u takua gjithmonë, juqësisht në një hotel luksoz ose resort izoluar. Lista e pjesëmarrësve lexon si një kush është kush i fuqisë globale, krerë shtetesh, shenjtë të naftës, drejtor të Google dhe Amazon, gazetar të nivelit të lartë, kryetar të Goldman Sachs, drejtor të CIA dhe udhëheqës të NATO-s. Por ja gjëja, asnjë gazetar nuk lejohet brenda. Asnjë shënim zyrtar nuk publikohet. Asnjë deklaratë publike nuk jepet. Megjithse lista e pjesëmarrësve zakonisht rrjedh pas takimit, se çfarë diskutohet mbetet e fshehtë. Kjo ka nxitur dekada teorish konspirative. Kritikët argumentojnë se Bilderberg është një qeveri hije, një kabinë elitare që vendos politikën globale pa kontabilitet demokratik. Disa besojnë se grupi orkestroi kriza ekonomike, vendosi kush do të bëhej president dhe madje planifikoi bashkimin evropian dhe euron. Antarët e Bilderberg dhe mbrojtësit kundërshtojnë. Ata thonë se është thjesht një konferencë private, ku njerëzit e fuqishëm mund të flasin lirisht pa frikën e keqinterpretimit nga media. Rregulla e Chatham House zbatohet, diskutimet janë private, por pjesëmarrësit mund të përdorin informacionin e marrë pa identifikuar folësit. Kjo, ata argumentojnë, inkurajon dialog të hapur dhe të sinqert. Por kritikët thonë se kjo fshehtësi është saktësisht problemi. Kur miliardar dhe politikan mblidhen pa transparencë, publiku ka të drejtë të pyes çfarë po planifikohet brapa dyerve të mbyllura. Që nga themelimi i tij, shumë ish pjesëmarrës të Bilderberg janë ngjitur në pozicione të larta pushteti. Bill Clinton mori pjesë para se të bëhej president. E njëjta gjë bëri Tony Blair.
presidenti francez Emmanuel Macron ishte një mysafir i Bilderberg. Kjo ka çuar në besimin se të qenit i ftuar në Bilderberg është një shenjë që po përzgjidhesh për rolin udhëheqës. Disa i quajnë atë një lloj karriere ndërkombëtare për elitën globale. Pavarësisht nëse Bilderberg është një komplot zullumqar apo thjesht një takim i njerëzve të ndikueshëm, ekzistenca e tij ngre pyetje të rëndësishme rreth pushtetit, transparencës dhe demokracisë. Në një epokë kur informacioni rrjedh lirisht, pse disa nga njerëzit më të fuqishëm të botës ende takohen në fshehtësi absolute? Kjo pyetje e bën grupin Bilderberg një nga shoqëritë më të diskutuara dhe të frikshme moderne, jo sekrete, por jo edhe plotësisht transparente. Shoqëritë sekrete në teorinë moderne të konspiracionit. Në epokën digjitale, shoqëritë sekrete nuk kanë humbur rëndësinë e tyre, ato e kanë transformuar atë. Interneti, në vend që t'i ekspozon këto grupe, ka ndezur një valë të ri obsesioni, spekulimi dhe teorish konspirative. Nga forume online të video YouTube, miliora njerëz tani besojnë se bota kontrollohet nga një rrjet i fshehtë elitash që punojnë në hije. Dhe emrat e vjetër, Iluminatët, Masonet e lirë, Bilderberg, janë përzier me koncepte të reja si shteti i thellë, rendi i ri botror dhe globalistit. Një nga teoritë më të përhapura konspirative është ideja e rendit i ri botror, NWO. Kjo teori sugjeron se një grup sekret elitash po punon për të krijuar një qeveri botrore të vetme, duke shkatruar sovranitetin kombëtar dhe duke kontrolluar popullatat përmes survejencës, manipulimi financiar dhe propagande. Sipas kësaj teorie, shoqëritë si Bilderberg, Komisioni Trekëndsha dhe Këshilli për Marrëdhënie të Huaja janë të gjitha pjesë e kësaj shtytjeje globale. Pandemia COVID-19, për shembull, u pa nga shumë si një mjet i NWO-s për të kontrolluar masat përmes vaksinimeve, pasaportave digjitale dhe valute digjitale. Një tjetër teori popullore përfshin konceptin e shteti i thellë, një rrjet i fshehtë burokratësh, zyrtarësh të inteligjencës dhe elitave korporative që veprojnë jashtë qeverisë zgjedhur. Këto ankesa janë bërë veçanërisht të përhapura. Forta në SBA, veçanërisht gjatë presidencës së Donald Trump, kur përkrahasit e tij shpesh referenonin një shtet të thellë që po punonte kundër tij. Më pas ka teori që lidhin famozët dhe industrinë argëtuese me shoqëri sekrete. Simbolika në video muzikore, postat në mediat sociale dhe dukje publike analizohen intensivisht për prova të antarësisë së iluminatëve. Një dorë e pozicionuar mbi një sy, një trekëndësh i formuar me gishtat ose veshja e zezë dhe të kuqe shihen si sinjale. Yje si Beyoncé, Jay-Z, Kanye West dhe madje Madonna janë akuzuar se janë antar. Kritikët e kësaj teorie argumentojnë se këta simbole janë thjesht artistik dhe nuk kanë kuptim okultist, por besimtarët mbeten të paluhatshëm. Teoritë të tjera fokusohen në kontrollin financiar. Familje bankare si Rothschildet shpesh akuzohen për manipulimin e ekonomive globale, shkaktimin e luftrave dhe kontrollimin e mediave. Këto teori shpesh mbivendosen me trope antisemite, duke përdorur gjuhë të koduar ose stereotipa për të fajsuar elitat qifute për problemet e botës. Kjo ka bërë që disa teori konspirative të jenë jo vetëm të rreme, por gjithashtu të rrezikshme. Pandemia, zgjedhjet, madje edhe ndryshimet klimatike janë interpretuar si pjesë e një plani më të madh të orkestruar nga grupe sekrete. Për disa, teoritë konspirative ofrojnë një ndjenjë kontrolli në një botë kaotike, një shpjegim për ngjarje që ndryshe duken të rastësishme ose të frikshme. Por për të tjerët, ato ushqejnë mosbesim, polarizim dhe dëm. Linja midis skepticizmit të shëndetshëm dhe paranojës së rrezikshme është bërë gjithnjë e më e hollë. Shoqëritë sekrete, reale apo imagjinuara, vazhdojnë të ushqejnë imagjinatën tonë kolektive. Ato përfaqësojnë frikën tonë më të thellë se nuk jemi në kontroll, se dikush tjetër po tërhiq fijet. Dhe në një botë ku pushtetarët shpesh takohen prapa dyerve të mbyllura, ndoshta ajo frikë nuk është plotësisht e pabazuar. Me kaq shumë teori konspirative që qarkullojnë, si mund të dallosh një shoqëri sekrete të vërtet nga një mit? A ka shenja që mund të na ndihmojnë të identifikojmë grupe që vërtet veprojnë në hije? Ndërsa asnjë formule vetme nuk mund të zbulojë të gjitha sekretet, ka disa karakteristika të përbashkëta që shoqëritë sekrete të vërteta zakonisht ndajnë. E para,
Ekziston një strukturë hierarkike. Shoqëritë sekrete të vërteta kanë nivele antarësie, shkallë ose grade. Antarët fillojnë në nivelin më të ulët dhe ngrihen duke provuar besnikrinë, duke mësuar mësime të fshehura dhe duke kaluar prova. Sa më lart të shkosh, aq më shumë sekrete zbulohen. Kjo strukturë siguron që informacioni sensitiv të mbahet i mbrojtur. E dyta, rituale dhe simbole. Pothuajse çdo shoqëri sekrete përdor rituale për të lidhur antarët psikologjikisht dhe shpirtërisht. Këto mund të jenë ceremoni inicimi, betimet, veshjet, fjalkalimet ose gjeste të dorës. Simbolet si syt, piramidat, kafshët ose gjeometrit luajnë një rol qendror. Këto nuk janë thjesht dekorative, ato mbajnë kuptim dhe identifikim midis antarëve. E treta, kodi i heshtjes. Antarët betohen për të mbrojtur sekretet e grupit. Kërcënimi i dënimit shpesh shoqëron këtë betim, dëbim, ndëshkim shoqëror ose në rastet ekstreme, dëmtim fizik. Kjo heshtje krijon një kufi midis të brendshmive dhe të jashtëmive. E katërta, ndikimi në pushtet. Shoqëritë sekrete të vërteta shpesh përfshin njerëz me pushtet politik, ekonomik apo kulturor. Nëse një grup ka antar që janë udhëheqësi, miliarder, udhëheqës mushtarak ose figura mediatike, ndikimi i tij rritet në mënyrë